dhe ishte luftëtar, mori pjesë në luftën e Spanjës. Kishte arsimim shumë. Këta persona gjithmonë bën target për një shërbim që ka interesa në I vetmi që fliste anglisht në qeveri, në pushtetin. Vetmi që, siç u tha, bëri edhe një program qeverisje social-demokracie. Pra, dhe kjo, ai tjetër gjë se si përfundoi, por ideja ishte që në analizë, në këndvështrimin tim, ai i ka shërbyer absolutisht. Shiko, për të mbijetuar, Agenti i tij shërbimi. I cijas? Nuk është vetëm historia me mëqeu, po ti hysh ti të lexosh në luftën e parë botërore, midis dy luftave botërore, filan patriotës, po përmend emra. Ka dalë raportet e konsujve. Shkonte X-i jepte informacion. Sot është nga patriotët më të ashtu. Është, se meriton, ka thonë Shqipërisë. Tjetër ka qenë tjetër, shkonte, ai fliste kundër këtij. Ky konsulli bën raporte, po merr informacion nga ky. Për Mehmetin, në konceptin e sotëm, ky patrioti X dhe ky patrioti Y mund quhen agent të këtij shërbimi. Tani Mehmeti ka dokumenta thatë juve që ka qenë agent i kujt? Ka qenë i disa shërbimeve. I disa, por i agent. Po, para po agent. Shiko, po ç'është shërbime? Ai deti 27 vjet. Shiko, kryeministër. Shiko, Kadrias Biut i kërkon llogari në fund pse ke pas këshilltar sovjetik ti këtu. Po ka qenë këshilltarët kanë qenë në gjitha institucionet. Jo ti ke bashkëpunu me atë dhe i ke dhënë rrjetin sekret. Se në faktikisht një pjesë e këtyre shqiptarëve që ishin informatorë, që shkoshin për studime në Bashkimin Sovjetik, këta ja kalonin shërbimit sovjetik, ja kalonin KGB-s, ja kalonin rrjetin, që këta ta shfrytëzonin atje dhe kur të vijë kthej ky të përdorë. Por kjo u quajt pasaj shkelje. Tani për Mehmetin tani ka dokumenta për CIA? Po për tjetër? Për KGB-n ka? Shiko, për CIA-n, për KGB-n mund të jenë shfrytëzuar këto, domethënë takimet që ky bënte, informacionet që jepte, ankimet që bënte ka ambasadori rus në atë kohë që u dëmtua. Po tjetër, vetëm këto dy shërbime apo edhe bëhet fjalë edhe për shërbimet perëndimore? Shërbimet edhe bëhet fjalë edhe për, domethënë për UDB-n. Edhe për UDB-n, Po, kështu bëhet fjalë. Tash unë s'kam pa dokumente, unë po them kështu në analizë logjike të këtyre informacioneve që kanë qarkulluar në atë kohë. Dhe çaj megjithëse kaq ndenti 27 vjet e 3 muaj kryeministër, s'kishte dëm të madh. Po, e vran apo vrau veten? Ka pas versioni zyrtar që vrau veten. Po. Unë nuk besoj asaj që njëri, nëse është e vërtetë ajo, po të lexosh, nëse është e vërtetë me dy plumba nuk e vret veten njëri, po ai thonë që është vrarë me një plumb. Tani, unë kam në librin tim 100 vrasjet që Ester Fiftari thot me dorën e majt, kriminalisti dhe mjeku ligjor Fatos Aritov thot në dokumentet se ka bërë me dorën e djathtë. Po, pra unë nuk mund nuk duhet të abuzoj me pa patur, pa i lexuar vet, unë thjesht duhet bëj një analizë logjike. Dhe për ta Shiko, ka qenë herë në strategjinë e Serbisë, domethënë që në kohën kur kryeministër ishte Nikola Pashiq, ka qenë një nga kryeministët më i gjatë dhe ai e vlerësonte shumë raportet me Shqipërinë. Dhe e kam përmendur edhe diku tjetër që ky qeshin shqiptarët Shqipërinë e trajtonte si themra akili Serbisë, domethënë që mund ta dëmtojnë shumë ta. Dhe kishte një strategji për mënyrën se si duhet trajtoheshin raportet me Shqipërinë. E para ta bëjnë pjesë të Jugosllavisë. Në atë kohë ai bëri luftë madhe për ta bërë, por nuk në atë kohë pavarësia e Shqipërisë ishte njohur edhe ndërkombëtarisht. Nuk mund ta bënte. E dyta, të vëmë njerëzit tanë në krye dhe luftojmë për të vumë sa të pashën, bënë ato marrëveshjet e tjera. Dhe e treta, që ka qenë më e gjata dhe ka qenë më e gjatë se sa ai ka qenë që gjithmonë të përpiqemi ta marrim Shqipërinë dobët. Nëpërmjet njerëzve që të infiltrojmë do kemi. Kështu që teorikisht absolutisht ata ishin të interesuar të kishin rrjet sekret. Tani këtu më gazuar përsëri se mua ndel unë s'le njëri pa e pyetur këtë. Jo, pyet s'ka problem. Jo, këtë që në 92-shin në parlamentin serb, madje Aero Lima më tha këtu që është nga ata që ka dëgjuar vet live atje se kishte mundësi teknologjike që Shesheli tha ku janë $20 milion
që i kemi dhënë për destabilizimin e Shqipërisë dhe Milošević u qua Thaja, shërsi shkatërndisë Shqipëria, kanë shkatëruar fabrika uzina dhe furrat e bukës. Këtë ma ka konfirmuar dhe Sali Berisha në intervistë. Kjo e provon atë që thash unë, Po, synimi i tyre ishte vazhdimisht i dobët. Tani ti domethënë e konfirmon dhe ti këtë? Po absolutisht po. Janë përpjekur gjithmonë që ta marrin të dobët Shqipërinë. Ka shumë po sepse kanë interes këtu në Shqipëri më? Po nuk ka nevojë me pas shumë. Po ti kesh në pozicion e ky që s'ke që do shumë. Mja thot kesh pak e saktë. Nuk të duhet ty një bari që është në kufi me hasin. Ako se nuk të bë punë. Edhe ai bariu mund të bëj punë atij sepse mund të jetë ndërlidhje, merr letër këtu, pakon këtu e çon atje. Po të bëj pyetje të tillë ndryshe, po pyes njeriu kompetent që edhe ke studiuar dhe ke punuar, po veçanërisht më e rëndësishme është që i ke studimet e tua, nga studimet. Ka Shqipëria shtetar, ka pasur Shqipëria shtetar që ka një pjesë e shërbimit UDB-s dhe e ka dëmtuar këtë vend? Shiko, unë nuk kam lexuar dokumenta autentike që të provohet kjo. Po janë akuzuar këtu, shumë grupe janë akuzuar që kanë patur lidhje, direkt ose indirekt. Po unë nuk mund ta konfirmoj. Në cilën periudhë? Po në periudhën e komunizmit. Po të flas për grupet që janë ashtu gjithmonë ja kanë nxjerrë një lidhje me këtë, një lidhje me atë. Unë po them ka pas në nivele shumë të larta që kanë qenë domethënë jo me UDB-n e periudhës pas luftës, po ka qenë me UDB-n e para luftës në thojza. Kanë patur lidhje. Po shtetarë të nivelit ministra? Mund të them edhe më lart. Kryeministër? Nuk po konfirmoj, po kanë patur dhe... Se më lartë se ministra kryeministër? Dhe kanë patur dhe kanë jetuar atje në kohën që i prindishte Zogu, jenë kthy këtu... Atje ka qenë... Nuk e di kush ka qenë, po... Atje ka qenë president? Nuk e di kush ka qenë, po jenë përdorë si metodologji, domethënë. Më lartë se ministra post, ka vetëm kryeministër, ka dhe president. Pra ka patur, por që shikoj tash, për të mbijetuar në atë kohë edhe mund të kërkojë stërhim në Jugosllavi. Mund të kërkojë stërhim. Dhe ju e konfirmoni këtë që Axhilleshi ka qenë i UDB-s? Thash unë. E gjova që përmena unë Axhilleshin? Jo, e thash unë. Jo, thash më lartë se ministër. Konfirmojeni ju? Jo, më lartë se ministër i bie kryeministër. Se Enver Hoxha dhe një pjesë e këtyre kanë qenë, një pjesë në një nga këta kanë qenë, domethënë ka patur po ky Pashiqi përdori një shprehje. Kryeministri i Jugosllavisë. I Jugosllavisë, sepse ata Ahmet Zogun e rekrutuan. E rekrutuan? E rekrutuan shërbimet e tyre, kanë rekrutuar në moshë të re. Që ndajti 6 muaj. Jo, në moshë të re. Ka qenë agenti i UDB-s? Absolutisht, ka. Unë me. Do ka dokumente? Jo i UDB-s. Po i kujt? Bëhet fjalë për. Se UDB është më. Pra, shërbimi sekret jugosllav. Ai ishte në një moshë fare të re, 17-18 vjeç. Dhe zona e Matit ka qenë një zonë e pushtuar edhe nga serbët në ato invazionet midis dy luftave botërore. Dhe ka qenë një i shërbimit të inteligjencës ushtarake që ishte një oficer i atashuar aty, një autor e ka nxjerrë edhe me emër kush ishte ai që e ka rekrutuar. Dhe e kanë rekrutuar pa u bë. Pa kaluar në këtë. Pa patur karrierën ministre.